që prej 2 ditësh pjesa perëndimore e vendit përfshir zonat e Kavajës dhe Durrësit po përjeton mod të paqëndrueshëm me reshje të dendura shiu dhe periudha intensive gjatë natës dhe ditës. Si pasojë, në disa qarqe të Shqipërisë janë raportuar përmbytje që kanë prekur banesa, biznese dhe sipërfaqe bujqësore, veçanërisht në Durrës, Lezhë, Shkodër dhe Vlorë. Në kontrast me këto zona problematike, situata në qytetin e Kavajës paraqitet deri më tani e qëndrueshme dhe pa rrezik konkret për përmbytye. Kjo sipas autoriteteve vendore lidhet edhe me punën paraprake të kryer nga bashkia për pastrimin e kanaleve kulluese dhe vaditse përpara sezonit të dimrit. Megjithatë, rreshjet e mëdha kanë sjellë inercë dhe mbetje që rrezikojnë bllokimin e disa segmenteve të sistemit kullues. Sipas një komunikimi me kryetarin e bashkisë Kavaj Fisnik Qosja, kjo situatë ka nxjerrë në pa edhe pikat më problematike dhe më të rrezikshme, të cilët do të jenë objekti ndërhyrjes së menjëhershme. Ai theksoi se vonesat e deritanishme në disa investime kanë ardhur për shkak të procedurave burokratike, por kjo nuk do të thotë se projektet e premtuara nuk do të realizohen. Kryebashkiaku bëri të ditur se ndërhyrjet në ura, rrugë dhe kanale do të vijojnë së shpejti, ndërsa kjo situatë e krijuar nga moti i keq ka shtyrë stafin teknik të bashkisë të analizojnë me më shumë kujdes edhe zonat ku u shfaqën problematika, si në fshatrat Memzotaj, Synej, Qerret, si dhe në disa lagje të qytetit. Në këtë kuadër, Bashkia Kavaj dhe Shtabi i Emergjencave Civile ka vënë në dispozicion të gjitha strukturat për përballëzimin e çdo situate të mundshme. Grupet e verifikimit ndodhen në terren për të vlerësuar dëmet dhe për të ardhur në ndihmë familjarëve në nevojë. Qytetarët janë ftuar të raportojnë çdo problematikë dhe të shmangin zonat e rrezikuara. Në fshatin Memzotaj, Projka dal nga shtrati si pasojë rreshjeve, por sipas autoriteteve lokale situata është tashmë e stabilizuar dhe nën kontroll. Sipas parashikimeve meteorologjike, gjatë muajit janar në zonën e Kavajës pritet një sasi rreshjes shëmbim mesatare me më shumë se 146 mm shi të shpërndarë në rreth 18 ditë. Temperaturat mbeten të ulta, ndërsa rreshjet do të vijojnë edhe në ditët në vijim. Megjithatë, me tendencë lehtësimi pas fundjavës, autoritetet apelojnë për kujdes të shtuar, ndërsa theksojnë se Kavaja, ndryshe nga disa qytete të tjera bregtetare, vijon të mbetet në një situatë të pranueshme dhe të monitoruar nga afër.